Unë jam shef Enveri, jam shef I kuzhinave të restorantit Heb. Sot në emisionin në Mojtë e Gjupës kemi vendosur përgatitur një biftek me perime sezonale. Tash fillojmë me përgatitjen e perimeve. Edhe para se me fillu Enveri, për ndryshe Enveri e ki traftu zikën. Sponsor të mishit e kemi gjithmonë apetitin, edhe sot praktikisht e kemi marrë nga apetiti. Qa kena me bo me këtë biftek? Sot kena me bo një medaljon bifteku me perime të freskëta. Shumë bukur. Edhe do të bo një sallatë tomate mozzarella. Bravo. Edhe këto masa I hajmë na. Mas iftarit. Ose për iftarit. Qashtu. Shumë bukur që po ta lo këtu. Tash po ju lo me Enverin, unë po shkoj te Adelina. Okej, fillojmë tash me përgatitjen e perimeve për bife medaljon. Presi veç dhe pak dhe të grëhet s'para. Një për në mundi me fillu me përgatitjen e perime. Desha në zezë s'para, bënë edhe marinimin e mishit. Edhe krypa. Dhe bënë edhe në tyant. Takë dhe zi. Edhe me bërë në djantë, blendoj. Veç kara është në zetash. Dhe startuna me fërgimin e perimit. Edhe për parimin e bëjtit kripa dhe vizire. Derisa të fërgohet mishë dhe perimet, startojmë me një salatë tomate mozzarella. Do për këtë salatë në bëjtit domate dhe mozzarella. Fillojmë përgatitjen. Për salatën e bëjtit edhe bazilikon I fras. Dhe marrëm basil. Edhe pesto I qesë me sipër, tomatës mozzarella. Kjo është pesto e marruar me bazil, vaj ulliri, fora pishe. Nëse nuk kem fora pishe, mëna me përdor edhe lethi, vaj ulliri. Në anën tjetër. Edhe pak, po e gati. Perimet veç janë të fërgume. Bi perime hedhmi pakës gjallë, që të janë perime sa më të buta. Pak salatë rukolla, që na shërbejnë për dekor pjatës. Edhe këta marinera me vaj ulliri, balsam. Tash masi që jemi në fund të recetës, e kontrollojmë njëra biftekun. Bifteki është super.
është medium. Në perimi i kemi pakës ojk. Me rëndësit e biftek është që kur të largohet për skarës ose për tiganit, është mirë të qëndrojnë 2-3 minuta në pjatë ose në drast prerjes, që të lëshoj longin e vetë, që mos zhytit pjata e servimit mende. Kjo kemi rrugullën, e marrin në rrugullën me vaj ulliri balsamiko. Kjo që shta ma herët në nevojitit për dekorimin e pjatës. Tash veç biftekin e kemi gati, perimet e kemi gati, mujna me startu me shërby pjatën. Perimet e përgumë. Dhe sipër e fillos me medaljonin e biftekës. Dhe në bi medaljan, të janë salata rukola. Qështë? Dhe pak parmezan. Dhe më thënë, kjo është pjata që kemi vendosur me përgatit për sot, për emisionin e Majit të Gjuhës. Medaljon bifteku me perimet të freskëta, me salatë rukola dhe një tomatë mozzarella sallatë.